Disa muaj më parë, shumë prej ndjekësve të mi në rrjetet sociale filluan të më dërgonin një video shumë çuditshme. Momentin e parë që e pash videon, e cila u bë virale për hir të vërtetës, po ndoshta nuk ishte momenti më i mirë sepse pati edhe shumë zhvillim në Shqipëri që të komentohej. Momentin e parë që e pash videon, pata idenë që ishte e bërë me inteligjencën artificiale ose e marrë nga diku tjetër dhe e vendosur në një sfond të njohur dhe shumë të rëndësishëm në Shqipëri. Në sfondin e Teqes së Abaz Aliut, jo Teqes, po të Tyrbes së Abaz Aliut në malin e Tomorit, në majën e malit Tomorit. Në fakt, u interesova sepse u bëra shumë kurioz, në atë kohë nuk pata më shumë informacione, sot kam ardhur në malin e Tomorit, shiheni çfarë pamje e mrekullueshme është. Bora ka zbardhur të gjithë pjesën e malit, pothuajse gjithçka, shifeni. Deri dhe tyrben e famshme të Abaz Aliut, e cila tashmë nuk duket nga retë, është krejtësisht e zhytur në re në këtë drejtimin tjetër. Pra, në majën më të lartë është tyrbja e Abaz Aliut, një moment që mund të largohen retë, mund ta shohim sërish. U interesova me banorët e këtushëm dhe me njerëzit cilët jetojnë në parkun kombëtar të Tomorit për të pyetur se përse bëhej fjalë. Pra çfarë ishte kjo video? Por para se të them përse bëhet fjalë, po ju a lë videon e plot që ta ndiqni siç është video, pra pa pasur asnjë ndërhyrje të. Shiheni pak videon. Video e cila thash, ngjalli një shokim shumë të madh tek ata që ndoqën, që skuptonin dot çfarë ishin nga vinin, më shtyu të interesohem më tepër. Tani unë po ju flas duke i treguar dhe pamjen e mrekullueshme të malit të Tomorit në një ditë me diell, që është kryevepër. Bëhej fjalë, në fillim pyeta nëse video është e vërtetë dhe mora përgjigjen që po. Video të cilën e pat pak më parë është një video e vërtetë. Është një video e bërë në malin e Tomorit, në atë që është sipër, pra thash, tyrbja ja doli u hap pak tyrbja e Abaz Aliut, nga një grup personash të cilët vinë her pas here në malin e Tomorit, pa një rregullsi, pa një datë të caktuar, ngjiten me makina dhe mbrojnë një person që është në qendër të makinës. Personin e mbrojnë, si thon njerëzit tu, sikur të jetë presidenti i Amerikës, aq shumë vëmendje dhe kujdes ka ndaj personit në fjalë, që më pas e shoqërojnë dhe ngjiten deri në majën e Tomorit. Ngjiten kryesisht në kohë të ngrohtë, pra o në gusht o në tetor. Është një grup prej jo më shumë se sa 100 personash, vinë diku me rreth 30 makina, ngjiten në tyrben e Abaz Aliut, kryejnë ritualin e çuditshëm që ju pat dhe më pas kthehen, han drek në bujtinë e perlën e Tomorit ose në bujtinat rreth rrotull dhe largohen. Nga pamja janë të komsive të ndryshme, pra duket sikur i takojnë vendeve të ndryshme, dhe rituali duket një ritual tipik shit. Po ç'lidhje ka me malin e Tomorit? Nga vinë
dhe kush janë këta. Mali i Tomorit është një nga malet më të bukur në Shqipëri, shiheni pak. Ndërsa personat që ju shihni në video dhe që i ndoqet në video janë përfaqësues të fisit Beni Hashim. Beni Hashim është një fis i cili është praktikisht fisi, si rash deri në gjuhë në dëbor. Fisi Beni Hashim është fisi prej nga vinte profeti Muhammed, i cili lindi në Mekë, më pas u zhvendos në Medinë dhe vdiq në Medinë. Në fakt, fisi i tij pati një ndarje në dy pjesë, kur filloi në vitin 680 përplasja mes përfaqësuesve direkt, pra të gjithë janë përfaqësues direkt, po midis Jezidit, i cili u bë trashëgimtari i asaj që trashëgimisë së profetit Muhammed, dhe Imam Hysenit, nipit të profetit Muhammed. Përplasja midis tyre çoi në sherrin e famshëm, ose në përplasjen e famshme të asaj që quhet Beteja e Qerbelas. Imam Hyseni dhe mbështetësit e tij u rrethuan në Qerbela të Irakut, së bashku ishin diku rreth 70-80 vet, tani shifrat mos i kem të sakta. Ata luftuan me pjesën e Jezidit që ishte kthyer një lloj kalifi, mbetën pa ujë se ju pre ujë, kishte edhe fëmijë midis tyre, dhe Imam Aliu ose Abaz Aliu, që ishte një prej të afërmve dhe njerëzve më besnik të Imam Hysenit, mori flamurin, ati ju prend të dyja duart në betejë, e kapi me dhëm flamurin dhe ra dëshmor pa arritur deri tek vendi ku duhet çonte ujë për fëmijët. Sipas gojdhënës dhe sipas shumë prej riteve të besimit Bektashi, ai fluturoi nga Qerbelaja e Irakut në majën e Tomorit, ku u prehet sot, pra në Tyrben sipër në majën e Tomorit. Në fakt është shumë e vështirë se të thuash se çfarë ka ndodhur vërtet, por një gjë është, në majën e Tomorit u ndërtua tyrbja e tij dhe sot mali i Tomorit konsiderohet një mal i shenjtë, sidomos për Bektashin. Ka një lloj shenjtërimi më të hershëm, domethënë ka një lloj mitologjie më të hershme, por sidomos për Bektashit. Aty ndodhet tyrbja e Abazaliut, ndërsa në këtë drejtim këtej ndodhet teqeja e Kurmakut, një nga teqet po ashtu më të shenjta të besimit të Bektashinëve. Tani, çfarë janë këta përfaqësues që vinë këtu? Ata i takojnë fisit Beni Hashim, i cili është fisi i lidhur me profetin Muhammed, që është shpërndar në vende të ndryshme të botës, në Irak, në Iran, në Jordani, në Arabinë Saudite, padyshim prej nga vinë, në vende të tjera të botës. Kryetari i tyre, siç më thon këtu, është një francez, që me siguri duhet të jetë trashëgimtar i familjes Muhammedit, po që jeton në Francë ndoshta me vite, dhe vinë për të kryer këtë ritual, i cili në vetvete është një ritual i mundimit fizik dhe quhet Ashura. Ashura është një ritual që kryhet në vende të ndryshme. Kjo pjesa e Tomorit është njëra prej tyre. Është një ritual që është një lloj martirizimi i vetvetes në respekt të martirizimit të Imam Aliut në Abaz Aliut në vitin 680 në Qerbela, dhe ka procesionin e Ashurës që është zia publike në rrugë, ka rrajen e gjoksit edhe shprehjen e dhimbjes, ka pjesën e latmijes, pra rraje ritmike e gjoksit duke shndruar në legji, në këngëzije që është kjo. Ashura shënon humbjen e madhe të Imam Hysenit dhe është një prej ditëve më të rënda, po themi më të trishta për Bektashit. Ky është shkaku që ky grup të huajsh mbrin në malin e Tomorit 2 herë në vit, nuk e di kur do vim prap, dhe këtu kryen këtë ritual i cili për shqiptarët është i panjohur dhe për Bektashit shqiptar, me aq sa e njohun bektashizmin këtu, nuk është i njohur. Prandaj kanë ngjallur mjaft diskutime dhe shumë vetë kam thënë ç'është ky ritual. Kaq është, janë përfaqësues të Beni Hashim dhe vinë këtu për të nderuar Abaz Aliun që e ka tyrben në atë majën, mos zhytem prapë në borë, e ka tyrben në atë majën sipër, ja tani i paska ikur pak pjesa e, ja ku është, pjesa e reve dhe mund të shihet pak më sakt. Pra kjo këtu është. Ky është rituali që u bë kaq i famshëm